Punimet për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në Vlorë vijojnë të mbeten të ndërprera, ndërsa shqetësimet e banorëve që jetojnë përgjatë tij po shtohen nga dita në ditë. Procesi është bllokuar për shkak të disa objekteve që duhet të prishen dhe që me herët duhet i nënshtrohen procedurave të shpronësimit, duke bërë që ndërhyrja në kanal të mos përfundojë. Një nga zonat më problematike është lagja Kushtrimi pranë televizionit 6+1 Vlora, ku një pjesë e kanalit është lënë e hapur pas heqjes së blloqeve të banimit. Sipas banorëve, blloqet u hoqën për t'i hapur rrugë pastrimit të kanalit, por prej javësh puna është ndërprerë dhe segmenti vazhdon të mbetet i pambuluar. Banorët shprehen se situata është bërë e vështirë për shkak të erës së rëndë që përhapet çdo ditë, ndërsa prezenca e mushkonjave është tuar ndjeshëm. Ato thonë se jetesa pranë kanalit është kthyer në shqetësim të vazhdueshëm, duke ndikuar jo vetëm tek familjet që jetojnë në pallatet pranë, por edhe tek banorët e banesave të ulta përreth zonës. Sipas tyre, mungesa e ndërprerjes për një kohë të gjatë rrezikon jo vetëm përkeqësimin e situatës higjieno-sanitare, por edhe probleme të tjera për shëndetin e komunitetit. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme, të paktën për mbullimin provizor të pjesës së hapur të kanalit deri në rifillim të punimeve. Ata theksojnë se problematika bëhet edhe më shqetësuese me afrimin e sezonit veror, kur temperaturat janë të larta dhe shtimi i lëvizjeve në qytet mund ta rëndojë më tej situatën. Ndërkohë banorët kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe një afat konkret për rifillimin e punimeve, pasi sipas tyre lënia e kanalit të hapur për një periudhë të gjatë po krijon vështirësi serioze në jetën e përditshme të komunitetit.